asesor turistik, as parajs fiskale, as kukara turistike. Shqipëria në senso rrallë. Shqipëria nuk pune me senso rrallë. Jemi vetë sovran, nuk jemi valori. Jemi vetë sovran, nuk jemi valori. Jemi vetë sovran, nuk jemi valori. Besoj që gjithë për 4 muaj e keni parë se çfarë ka ndodhur në Lorion. Unë jam nëna një fëmijë 2 vjeçar. E kam 4 muaj që proteston çdo ditë para policisë së shteti, e cila mbron një lukar që po ndërton në kokën e Timbiri. Dua t'ju sqaroj edhe një gjë tjetër. Rioni nuk do ishte në përgjotje, nëse ajo leje dërtimi nuk do ishte primosur në Baluku, për t'i përmëre në jetës oligarkut të radhës Bashkim Ulaj. Ndaj sot, në gjithë për të njëri në kortë, anës të Baluku, anës të Rama, Spaku, duhet të përgjigjet për të gjëra. Baluku me datën 16 janar, duhet kishte qenë e shkarkuar dhe jo të firmoste për të marrë tokën e Timbiri. Baluku duhet jetë të punë, dhe jo anës e politikari, që janë shkarkuar disa herë në produktivi, marrë të disa të rarë. Baluku duhet t'i kërkojnë tregtinë që të fillojnë të marrën nga pasurët të shtetë. Bashkë me Ramën, Berishën, e gjithë kuponët që ka pushtuar për 38 vite.
diskoteci, dhe ne duhet krasim shumë fort, që të brojmë pasurit tona, nuk janë në qeveri. Jo në shqitje, jo në shqitje, jo në shqitje. Shqiptia e duhet në shqitje, e kreditin që në të rështima shtu, e duhet mundojmë, e në punojmë gjithë një më shumë, nuk kemi tokë për shqitur. Ishte një marrëdhënie e bukur. Nuk kemi tokë për shqitur, po të ishte që ju japim Ramën dhe Berishën, dhe besoj që jeni të gjithë shumë dakord. Shqipëria duhet Free!